sido që t'jetë puna, fituesi nuk komentohet, nuk gjykohet. Bravo i qoftë, fitoj, suksese, shpresoj që ta shfrytëzoj për mirë të gjë. Shpresoj që me faktin që hyri duke kopjuar Luizin, të paktën të kopjoj Luizin në suksesi që do ketë pas dalë si nga Big Brother. Mos jetë një yll që do shuhet me mbarimin. Si e priti Rozana, po themi që u shpall gjesti, duke qenë se shifra ishte shumë e afër sipas teje? Ne kemi kaluar 2 ditë post Big Brother, kemi dashur të marrim deri diku veten, megjithëse ka qenë e pamundur. Kemi pasur një drekë familjare fantastike tek Andeta, që është motra jone e madhe për të gjithë. Shumë e lumtur, absolutisht asnjë lloj keqardhje. Sido që t'ishte puna, Rozana e kishte thënë edhe në Big Brother që kushdo që ta fitoj nga neve të dy është fantastike. E tha dhe pasi mbaroi Big Brother që i uroj gjestin fitore. E kam dashur me të vërtetë, realisht e ka dashur me të vërtetë që gjesti ta fitonte. Sado që dje për shembull e kam pyetur gjatë ndërkohë që ishim në shtëpi dhe i thoja Roz, realisht e ke dashur patjetër fitoren e gjestit? Po, tha, nëse do fitoja unë, tha, ose midis meje edhe gjestit, tha, kushdo që ta merrte nga neve të dy, tha, do të isha shumë e lumtur. E kam dashur shumë, e dua shumë fort Nubin, edhe patjetër tha që nuk më bënte fare përshtypje kjo gjë. Do të ishte e pakuptim ta kishte fituar Egli ose Laerti, po midis neve të dyve, tha absolutisht kishte asnjë lloj problemi. Kur u shpall fitues gjesti, ka pasur një lloj feste të dukshme nga Gerta. Nuk e kam kuptuar kur këtë festën e Gertës, ndërkohë që Gerta zvajti dot edhe në finale, se më duket një butallik shumë i madh, që për inatë si me vjerre vajta fita me Pulliciu. Domethënë është e pakuptim kjo pse Gerta feston se fiton gjestin, ndërkohë që po të kishte fituar vetë Gerta, ose të kishte dalë minimalisht në finale. Është kjo çështja e kësaj inatit që ditë të them vetëm diçka që në post Big Brother do ketë ato gjëra që mbase nuk thuheshin brenda në Big Brother, pasi nuk lejoheshin informacionet nga jashtë. Në post Big Brother kam për të thënë. Eltona, ka pas, po themi, siç ishte rasti që Gerta u gëzua, po ka pasur ndonjë, po themi, debat në prapasken gjatë finales? Gjatë finales mbase jo, po në finale, në prova gjenerale ka pasur debate, ka qenë Gert Ferra i cili ka përshtyr dhe ka shar i thon me ligë shtëpi e Bernardin, duke ofenduar shumë rënd. Ka pasur një debat tjetër midis, me sa mora vesh, të paktën me sa kam dëgjuar kur bëshe hyrja e njerëzve për spektaklin e finales, ka pasur një debat midis Petros edhe Viserdos. Dhe në mbyllje të spektaklit, çuditërisht nga hiçi pati një debat goxha të fortë midis Olës dhe Loredanës, që patjetër ishte Jozi ai që e ka lindur ose do ketë qenë shkaku i këtij debati, po pjesa tjetër pastaj ishte shumë okay. Ka pasur shumë, po themi, reagime në momentin që gjesti teksa performonte u mbulua me flamurin e Kosovës. Domethënë, ideja është që pse mos ishte i Shqipërisë, ndoshta një gjest përbashkues. Po pse duhet ishte i Shqipërisë dhe pse jo i Kosovës, ose pse jo që të dy? Ose, po pra, pse jo që të dy, po pse vetëm i Kosovës? Dëgjoj, kam përshtypjen kjo gjëja, ky është ushqim i nacionalistëve të smur, i atyre që kanë dashur gjatë gjithë kohës të krijojnë këtë përçarje. Jo, nuk ka asnjë lloj problemi, gjësi nuk bëj si të Kosovës, si të Shqipërisë. Është gjëja më normale e mundshme që mund të ekzistojë. Flamuri i përkohshëm i Kosovës është ai që ata kanë. Kam përshtypjen që në një Shqipëri tjetër të madhe, që shpresoj të jetë shumë shpejt, flamuri do të jetë ai që
kemi të gjithë në shqiptare. Siç është edhe në Kosovë që në çdo shtëpi flamuri shqiptar është aty. Mbrëmjen e djeshme në fakt është diskutuar në një nga mediat e Kosovës që Gjesti mund të jetë një ndër këngëtarët që do të performojnë në ndeshjen në Shqipëri-Serbi. Sa mirë kanë marrë vesh ata, sepse Gjesti ka rrezik nuk e ka marrë vesh për vete. Dje kanë qenë këto, domethënë dje ka qenë dita e parë pas Big Brotherit. Unë do të isha shumë i lumtur që të ndodhte, në mos Gjesti ku çdo këngëtar tjetër shqiptar i Kosovës duhet jetë besoj aty prezent për të fituar. Nuk ka rëndësi nëse është Gjesi domethënë apo jo, po simbolika është shumë e bukur. Nuk e di nëse është e vërtet apo jo, sepse Gjesti dje edhe ka ardhur tek festa erdhi ishte shumë i hutuar, nuk është se u pak shumë përdall, deti pak hiku. Nuk e besoj se janë bërë të tëra këto. Dje ka qenë ditë pushimi zyrtar, si po e njëjta gjë dhe sot. Nëse do kishte pasur një komunikim për Gjesin, do kishte pasur edhe për 4 finalistët e tjerë. Sot ka pasur një takim, të paktën me aq sa diu, 4 finalistëve dhe producentëve. Pjesa tjetër pastaj ka qenë thjesht fest. Thjesht fest, është festuar, është kënduar, është kërcyer deri në orët e para të mëngjesit. Nuk ka qenë muhabet, nuk kanë bërë muhabet e punë kur i shoh, sa i përket kësaj. Mbase FSHF-ja mund ta ketë organizuar, mbase do të shkojë shtesa Gjesti. Po këtë gjë nuk e di po kushdo që të jetë, thash edhe një herë, nga Kosova është fantastike, sepse simbolika është e mrekullueshme. Ka pasur shumë video që janë bërë virale nga takimi që ka pasur Egli në Prapasken pas mbarimit të Big Brother të finales me nënën e Gjestit. Shumë është komentuar si një lloj ftohtësie e këtij takimi dhe ndoshta po themi është aluduar për një lloj mospranimi të Eglit nga prindrit. Besoj se ju keni parë ato video, si komentoni? Po jo, unë kam qenë aty, se nuk kam vetë kam ti shosh, nëse ti e sheh gjatë gjithë kohës që kanë qenë kur janë marrë intervistat, unë kam qenë mbi sken, duke u marrë me punë të tjera, banorët, të paktën ata që unë kam pasur miq, kam qenë aty, kam pritur derisa doli dhe Rozi që pastaj se ne nuk ndetëm as në festën me njëherë pas Big Brother, po u larguam për në shtëpi. Për sa i përket pjesës kësaj, duan prindrit nëse do Gjesti, pak rëndësi ka. S'do martohet as mami, as babi, se ata janë të martuar dhe nuk ka lidhje. Puna është atë do Gjesti, dhe jo atë duan prindrit e Gjestit. Sepse me sa unë kam parë, dhe me sa unë kam vëzhguar, të paktën këto ditë, që ata kanë qenë jashtë në finale, dje në fest, ata kanë qenë bashkë, por ishin pothuajse të padukshëm për sa i përket pjesës së veprimeve, përqafimeve, puthjeve, dashurisë apo jo. Kështu që unë dyshoj këtë lidhje prindrit, sa mendoj që është i Zoti punës ai që duhet ta ndalë.